Shteve miq, sot në këtë video kemi vendosur të flasim për numrin 20. 20 është dera që hapet kur një tjetër mbyllet. Në tarot nuk është fundi, është zimi. Gjykim që nuk fal, por rilind. Kinezët e quanin qiell të dy fisht, dy rreth që kur nuk ndahen. Në Indi, 20 ishin shqisat. Por kush i te kalon për këtë fshetë? Etiopia ruante heshtjen për 20 ditë. Pra, heshtje që dishte trupin dhe hapte shpirtin. Egjipti e njihte si hënën që shihet dhe hënën që fshehet. Një dritë, një errësirë, një sekret. Iliria, pra arsit tanë, e gdhendi në spirale. 20 kresa që çën pas dritë të parve. Dhe kabalistët e quajnë kaf, dora që mban gjithçka, forcën e fshehur që pret çlirimin. 20 nuk është thjesht një numër, është shenjë, është thirrje, është porta që pret. Për njerëzit që kanë lindur në datë 20, ju dëgjoni heshtjen, ku të tjerët shohin bashkëllëk. Ju shihni shenjat, aty ku njerëzit normal shohin rastësi. Njerëzit që kanë lindur në 20 do të thotë të kenë dy fishin e forcës së hënës, shpirti ndjeshëm, por edhe mbrojtës, zemër e butë, por edhe armë e padukshme kundër errësirës. Në librat ezoterik thritet që njerëzit që kanë lindur në datë 20 janë ura mes botës së dukshme dhe asaj që sytë tonë normal nuk e shohin. Pra janë njerëz që kanë lindur për të zgjuar, për të kujtuar dhe për të ndryshuar. Të lindurit me datë 20 janë shenja që ecin mbi tokë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shihemi në videot e tjera, ju përshëndes.